Dhe shuma e përgjithshme e kësaj grant skeme, pra që përmenda, është në vlerë 5 milion euro, por e ndarë në 3 kategori. Qëllimi i skemës së grantit për blerjen e makinerive është të ndihmojmë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme që të kontribojnë në rritjen e prodhimit dhe përpunimit përmes zgjerimit të kapaciteteve të tyre prodhuese, rritjes së pjesëmarrjes së produkteve në tregun vendor dhe rritjes së eksportit, dhe kështu duke integruar gradualisht prodhuesit vendor në zinxhirin global të vlerës, me rezultat në përmirësimin e bilancit tregtar, të cilat janë synimet tona përmes politikës industriale e hartuar dhe miratuar për herë të parë gjatë qeverisjes Kurti 2 dhe tani kjo strategji në zbatim. Përmes kësaj skeme të granteve, gjithashtu synojmë të nxisim rritjen e punësimit të denj, si dhe të inkurajojmë bizneset që të kontribojnë dhe të përfitojnë përmes ekonomisë qarkore ose ekonomisë gjelbër. Dhe shuma e përgjithshme e kësaj grant skeme, pra që përmenda, është në vlerë 5 milion euro, por e ndarë në 3 kategori. Në kategorinë e parë kemi buxhet 2 milion euro, që është e dedikuar për ndërmarrjet mikro deri në 9 të punësuar, dhe që mund të përfitojnë një vlerë maksimale deri në 40.000 euro grant. Në kategorinë e dytë kemi buxhet 2.5 milion euro, që është për ndërmarrjet e vogla, me 10 deri në 49 të punësuar, dhe mund të përfitojnë një vlerë maksimale deri në 80.000 euro grant. Po ashtu kategoria e tretë ka një buxhet pak më modest, që është në vlerë 500.000 euro, është dedikuar për ndërmarrjet e mesme, me 50 deri në 249 të punësuar, dhe këto ndërmarrje mund të përfitojnë një vlerë maksimale deri në 120.000 euro.